Këtë të shtunë, në aerodromin e Gjirokastrës u ul një avion turistik me fluturim direkt nga Bari, Itali. Ky moment shënon nisjen e sezonit të ri të avioturizmit për vitin 2025. Piloti i këtij fluturimi është vetë presidenti i Aero Club Bari, i cili erdhi së bashku me një grup turistësh italian për të zbuluar bukuritë e Gjirokastrës. Udhëtimi na shkoi mjaft mirë, fal edhe motit fantastik që na shoqëroi përgjatë gjithë fluturimit. Shijuam peizazhin e Vlorës, të Pelenës dhe sigurisht të Gjirokastrës, që është një qytet mjaft i veçantë dhe i bukur. Pista është në parametra tepër të konsiderueshme, por ajo që do të dëshironim do të ishte lehtësia në përpilimin e dokumentacioneve në një kohë sa më të shkurtër. Kjo do të sillte më shumë vizitor nga ajri dhe Italia në qytetin tuaj. Për mua kjo është hera e dytë që vi në Gjirokastër dhe sërish ndihemi mrekulluar, kjo edhe për kujtimet e bukura që kam në këtë qytet. Në aerodrom ishin të pranishëm edhe turistë të tjerë italianë, të cilët po punojnë në projekte konkrete për promovimin dhe zhvillimin e turizmit në Gjirokastër. Per me la prima volta Gjirokastër. Është hera e parë që vi në Gjirokastër. Ajo që pash nga ajri do e cilësoja si një mrekulli. Do të vizitojmë qytetin dhe zonën historike, pasi kam dëgjuar shumë për të. Jemi 5 miq që kemi ardhur nga Italia dhe do të qëndrojmë këtu deri ditën e martë. Stupenda a Gjirokastër. Ky është avioni i parë me fluturim ndërkombëtar turistik për këtë vit dhe përfaqëson një hap të madh për zhvillimin e turizmit ajror në jug të Shqipërisë.